Një bashkëbisedim i ngrohtë dhe i sinqert është zhvilluar mes kandidatit të Partisë Socialiste Vullnet Sinaj dhe banorëve të fshatit Treblov. Në këtë takim, banorët shprehën mirënjohje dhe mbështetje për kandidatin, duke e cilësuar si njeri të fjalës së mbajtur. Ata vlerësuan faktin se rruga e Treblovës është realizuar fal mbështetjes së tij dhe theksuan se është hera e parë që votojnë për deputetin që duan. Kryetari i Bashkisë së Selenicës Nertil Bellaj u shpreh se pjesëmarrja e lartë në këtë takim është dëshmi e besimit që komuniteti i Treblovës ka për kandidatin Sinaj. Besoj që Treblova do kthehet në të ardhmen një nga fshatrat ku do të ketë një zhvillim të turizmit. Sepse ju jeni njerëz fisnik edhe njerëz punëtor. Ne këtë punë se bëjmë vetë. Ne e bëjmë së bashku. Me fuqinë e jepni ju. Vullneti për të 8 vite që ka qenë deputet, fuqinë që ka dhënë populli e ka përdorur për popull. Në tërmet, dha 200 milion lekë, 100 nga vetja, 100 nga biznesi. Ka bërë një shtëpi, ka ndihmuar një familje dhe këtu në Treblov, por në gjithë bashkim. Për deputet që jep, nuk vinë deputet të marrë. Dhe Vullneti është një zë i fuqishëm parlament, i cili më duhet edhe mua. Duhet se ndryshe kur shkoj vetëm dhe ndryshe kur shkoj atje me një zë i cili ka edhe pëlqimin e kryeministrit. Në fjalën e tij, Vullnet Sinaj theksoi se nuk ishte fushata ajo që e kishte sjellë në Treblov, por dashuria dhe respekti për njerëzit. Sinaj shtoi se do të angazhohet për rritjen e buxhetit të bashkive, në mënyrë që të realizohen më shumë investime në zonat rurale, me qëllim përmirësimin e jetesës së komunitetit. Unë nuk u përpoqa për të bërë rrugën për vota, po e bëra rrugën sepse më thret gjaku dhe shpirti i gjyshes time. Më thret dashuria juaj që jeni sot këtu me mua dhe në këtë botë nuk ka gjë më të shtrenjtë dhe më të mirë se sa respekti dhe dashuria e njerëzve. Dhe kjo është krenari për mua dhe respekti që unë kam për ju sot. Nuk bëhesh dot politikan kur populli të jep mandatin. Politikan bëhesh kur populli ta rijep mandatin dhe ti e ke merituar dhe e merr nga një listë e hapur. Atëherë je bërë politikan. Kur ti ke fituar respektin e njerëzve, nuk është kollaj të vish dhe të kërkosh mandat të tretë. Një gjë bëra që nuk ndënja në vend. Kërkova të ndihmoja për subvencionet, hapa një zyrë për të zgjidhur hallet. Por sot që flasim bashk, unë e di se ku qëndron forca ime. Forca ime qëndron tek ju, tek populli i Treblovës dhe i gjithë Llambërisë dhe i Vlorës. Këtu në Treblov, dhe kudo kam shkuar në gjithë zonën, kam gjetur një respekt nga njerëzit. Kam gjetur një mikpritje nga të gjithë. Që pranova të kandidoja, kam bërë shumë mirë. Sepse ka shumë punë për të bërë akoma. Ka shumë rrugë të tjera që duhet i mbarojmë akoma. Ka energji elektrike që duhet të sistemojmë. Ka ujësjelësa që duhet të mbarojmë. Zhurnimin e tokave që i kemi borxh popullit edhe njerëzve që punojnë tër ditën. Në rast se do besoni prapë tek mua dhe do të më votoni për në mandatin e tretë, do jem mirënjohës dhe krenar që do jem deputeti i Treblovës.